Almanaku. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1428, mbreti Alfonso V urdhëron hebrejtë e Sicilisë për të marrë pjesë në predikimet e konvertimit në të krishterë. 1783, Kalabria jugore u godit nga një tërmet i fortë 6.9 ball, që preku të gjithë zonën e Regjos dhe qytetin sicilian të Messinës. Sipas disa burimeve të pakonfirmuara, numri viktimave mund të ketë arritur në 50.000. 1859, Vllahia dhe Moldavia bashkohen si rajon autonom në kuadër të perandorisë osmane, bashkim që çoi në lindjen e shtetit modern rumun. 1881, në Londër ndron jetë në moshën 85 vjeçare skocezi Thomas Carlyle, historian, eseist, shkrimtar, satirik, poet, filozof dhe përkrahas i një sistemi elitist qeverisës. 1909, në Belgjik prodhohet për herë të parë në botë plastika sintetike, shpikësi ishte kimisti belg Leo Baekeland. 1917, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës miraton aktin e emigracionit, i njohur edhe si Akti Aziatik i Zonës së Ndaluar, pasi ndalonte emigracionin nga pothuajse të gjitha vendet e Azisë Jugore dhe Juglindore. 1919, Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks dhe D.W. Griffith themelojnë korporatën United Artists. 1931 ndron jetë heroi i popullit Mihail Grameno, adetar, shkrimtar, luftëtar i lirisë që u bashkua në vitin 1907, qetës së posaformuar të Qerqisë Topullit. 1939, generali Francisco Franco bëhet Codillo de España ose udhëheqësi i Spanjës dhe mbajti këtë postë deri më 20 nëntor 1975, vit kur ndroi jetë. 1941, gjatë luftës së dytë botërore, forcat aleate fillojnë betejën e Kerenit për të kapur pikërisht këtë qytet në Eritre. Gjatë kësaj betejë të përgjakshme, betën të vrarë 1000 forca britanike dhe mbi 2000 forca italiane. 1958, Gamal Abdel Nasser u zgjodh presidenti i parë i Republikës së Arabëve të Bashkuar. 1961, në Britaninë e Madhe, themelohet gazeta Sunday Telegraph. 1971, Ania Apollo 14, e nisur në janar të vitit 1971, u ul në hënë në zonën Framauro, një zonë kodrash të larta krijuar miliona vjet më parë nga rënja e një meteori të fuqishëm. 1974, John Murta u bë veterani i parë i luftës së Vietnamit i zgjedhur në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. 1979, Khomeini, prirësi i revolucionit islamik, shpall Iranin shtet islam. 1994, gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, 60 njerëz u vranë dhe rreth 200 u plagosën në qendër të Sarajevës. 1997, nën presionin ndërkombëtar, 3 prej bankave më të mëdha të Zvicrës krijuan një fond me vlerë 100 milion franga zvicerane për viktimat e Holokaustit. 1999, boksieri Mike Tyson gjykohet për sulmin ndaj 2 motociklistëve dhe dënohet me 1 vit burg. 1999, ndron jetë në New York në moshën 93 vjeçare Vasili Leontiev. Leontiev ishte një ekonomist ruso-amerikan i njohur për ulëmtimin e tij mbi analizën e input prodhimit.